Erdh një kartë që nga Korfuzi, thonë se doli ta filët buzi. Elare, file, kalimera, kalispera, kalinishta e të gjithë kuajt e tjerë që kanë grekrit. Qa bëni, re, që shjeni? Po dëgjoni podcastin ju. Bravo, re. Qa theksi është. Isha në Korfuz, miq. Isha në Korfuz për 6 ditë. Edhe ja kam kaluar shumë mirë në përgjithësi. Edhe do doja të ndaja disa gjëra të vogla që mua më dukën shumë interesante me ju, në fakt. Duke u nisur nga e para fare, domethënë përshtypja që më la kësaj radhe ishte një lloj hapje, një lloj liberalizimi, domethënë një lloj mungese diskriminimi që nuk e kisha hasur ndonjëherë. Unë kam qenë 2 herë tjera në Korfuz, edhe nuk kam qenë për pushime, kam qenë për, le të themi, vetëm për të marrë avionin, kur çmimet nga Shqipëria ishin katastrofale. Edhe të dyja herët e kam kaluar shumë keq, më kam mbajtur shumë, më kam kontrolluar ku do vesh, pse do vesh, pavarësisht se unë kisha të gjitha me lejen e qëndrimit gjermane, etj, gjitha dokumentat, çfarëdo lloj gjëje që ne atë asaj kohe mbani me vete, sepse ashtu ishte mënyra për të ecur mes shteteve të tjera si shqiptar. Po kësaj radhe një lloj gjëje komplet tjetër, pothuajse nuk njiheshin robërit, e kupton? Ishte gjëja më e çuditshme që kam përjetuar ndonjëherë në jetën time, sepse e mendoja se do ishte njëjta gjë dhe vërtet kisha merak, domethënë, mamën e një pjesë e juaj që ka lëvizur për emigrim, jo vetëm për qef, për jashtë, e din atë llojin e ndjesisë, domethënë kur je në kontroll si të pasaportave, edhe si të doganave të tjera, domethënë që është një presion goxha i madh sidomos për ne. Po shkon për këtë i kësaj në fakt, sepse unë kësaj radhe kisha rastin me që isha si bëqim pushimi, edhe pse ishte një periudhë relativisht e shkurtër, por nuk po qaja për ato, se shumë njerëz të tjerë nuk bëjnë fare, kështu që shqyr zotit që kemi mundësinë të pushojmë sado pak të jetë. Edhe më kanë bërë njerëzit shumë përshtypje sepse ishin vërtet shumë pozitiv. Domethënë, sidomos ne vajtëm normalisht me miqt që më kishin ftuar atje në vendet e tyre të preferuara, që ata relativisht i njihnin sepse është njëjti vend që shkojmë për 20 vitesh për të bërë pushimet. Dhe normalisht i fytyrë re pesin po ti kush je nga vjen etj dhe normalisht pa ngurim unë tregoja ato që unë jam filani, jam shqiptar, vi nga Shqipëria etj jetoj në Gjermani. Edhe ndryshe domethënë me sa u duk unë që bëni me të tjerët, një lloj trajtimi shumë të mirë, një lloj parafërsie shumë të mirë me shqiptarët në përgjithësi. Për shembull, në 3 lokacione të ndryshme, në momentin që unë i thash që janë shqiptarë, u tonë qeshin, u buzëqeshë, përshëndetje, thanë në një fjalë shqip, madje e sollën dhe në një gotuzo apo ciporo, çfarë i kanë ato atje. Domethënë bën një hap më tutje për të treguar një farë lloje mikpritje. Edhe kjo më ka bërë të kem shpresë për Ballkanin, edhe pse është një isat e vogël, mbase në vendet e tjera do jetë shumë herë më keq, domethënë, po kjo mua më la shumë ndjenja pozitive dhe më bëri të ndihem goxha mirë, më bëri të ndihem i vlerësuar, më bëri të ndihem sigurisht në vendin e komshiut tim, që është e vërteta, pa futur fare tek pjesa e kujt i përket Korfuzi apo jo, apo ku dëgjoj unë, gjitha teoritë që ekzistojnë rrufe. Por më pëlqeu jashtëzakonisht shumë fakti që kishin, edhe pse ishin në moshë madhe, se për personat që unë po flas të gjithë në moshën e babit tim, që nga 55 deri në 70 vjeç. Domethënë këta persona kishin një lloj ndjesie shumë të mirë, domethënë kundrejt meje. A ndoshta mund të jetë kjo nga që isha me miq të tjerë? Mbase. Por unë prap vendos të vlerësoj mënyrën se si ata u sollën, mikpritin e tyre dhe çdo gjë të bukur që unë përjetova kur isha atje. Edhe duke qëndruar pak te njerëzit para se të kaloj tek ato pjesët e tjera që janë pak më materiale, pak më konkrete, për të mbetur te subjektiviteti është se grekët, sidomos në një vend aq të vogël sa është Korfuzi, domethënë janë në mos identik, domethënë shumë afër nesh, domethënë me gjitha mënyrën e të folurit, mënyrën e të bërit shakave, mënyrën se si flasin me njëri tjetrin, mënyrën se si zihen e mërziten me njëri tjetrin, mënyrën deri diku se si konsumojnë, domethënë, dhe çfarë dua të them me këtë.
Po gjëja e parë që në fakt është pak gjë negative, por që ajo që më bëri mua më përshtypje të madhe ishte një historia e komshiu aty. Ky komshiu kishte një shok, le të themi diku te 20 e ca e kusur vite, hanin, pinin, dilnin, bënin bashk. Edhe tregoj që para një 3-4 javësh para se të shkoja unë atje, kishin pasur një argument, jo po që ti, jo po që jam unë, këto, e ka pasur kur njerëzit s'kan çfarë bëjnë, vinë vërdall, edhe nuk flet më. Domethënë bile edhe ndryshojnë rrugën kur shohin njëri tjetrin, e kthejnë kokën nga ana tjetër. Edhe kjo mua më kujton fiks ato historitë, domethënë me ku dijon, të asaj lloj moshe kur kemi qenë të vegjël si fëmijë, domethënë që jam i bindur që normalisht do ketë akoma prapë në Shqipëri në shumë vende, por që mu duk jashtëzakonisht shumë e çuditshme se nuk kemi edhe faj, ose unë nuk kam faj që mendoj, ose edhe mund të kem faj, nuk i dihet, por që nga që ka qenë ai trendi i madh kur kemi qenë fëmijë që do ikim në Greqi, po Greqia ka këtë, ka atë, janë në Europë, domethënë dukesh vërtet jashtëzakonisht shumë larg nga Shqipëria dhe kur e shef realitetin e brendshëm subjektiv njeriu mes njeriut dhe shikon që unë e kam parë këtë lojë diku tjetër plak. Unë e kam parë të njëjtin film shumë herë përpara edhe pavarësisht se është diçka negative se flasim për dy persona që nuk kanë më kontakt me njëri tjetrin për një argument që ishte budalli komplet. Të jep pak shpresë domethënë që dalë se si jemi aq keq, okay. Përderisa janë këta në Europë, domethënë me këtë mendësi, pse mos jemi edhe ne? Do të kemi ka shpresa për ne akoma. Domethënë nuk duhet të bëhemi zgjedhër Erdogani që kthen kurizin edhe del me shpatë, domethënë kemi shpresa ne, kemi të njëjtë kulturë, të njëjtën gjë ndodhin kudo, me sa duket. Që ndodhin kudo nuk diskutohet, por që është një çik ndjesi e mirë kur të konfirmohet në jetën reale që teorikisht jemi të gjithë shumë të ngjashëm valla. Kjo më duket është shumë gjë e bukur. Edhe pavarësisht se unë jam një person që gjithmonë i festoj ndryshimet, i kam qejf që t'i dalloj njerëzit nga njëri tjetri, kulturat nga njëra tjetra etj. Por që këto nyje që të mbajmë së bashku, kjo të qenit njeri është vërtet diçka e bukur kur e kalon në mendje edhe kur e ke eksperiencë direkte. Ndër të tjera të kësaj tematike, domethënë se të kësaj fushë ishte mënyra se si flisnin me tjetrin, se si rinin, parkoheshin kafe, që parkoheshim ne, domethënë flisnin, ishin shumë të gjallëruar krahasim me gjermanët apo anglezët, domethënë kishin një farë lloje të ndenjurit bashk. Edhe kjo gjë mua më pëlqen përgjithsisht për çdo lloj grup njerëzish. Është diçka e bukur kur shef njerëz që rrin bashkë, domethënë normalisht kishte siç i themi ne Jorgut kur vinë kushërinjt nga Greqia për pushime, edhe ata kishin atyre që me një ndaj të vogël hapnin xhamin deri në fund dhe muzika në maksimum, domethënë normalisht ato janë kudo. Ashtu është jeton robi, zgjedhja e tij, po prap duket e çuditshme kur jetë 85 vjeç edhe bën një gjë akoma, po nejse, nuk po i futemi në detaje. Takova edhe dy shqiptar sepse miku im që më ftoi atje ka një shtëpi prej 20 e kusur vitesh edhe donte të ndërtonte një mur të ri edhe e kishte lënë që t'i ftonte punëtorët në momentin kur vija unë që të bëja përkthimin. Ti tregoja atyre me biçim domethënë se çfarë donte ky vërtet, si e donte murin edhe au i u gjithë. Domethënë më bëra ata të shkretë shumë të vuajtur, më dukeshin shumë njerëz mirë me zemër në dorë. Ja tregova, pazarin e bën, duket që janë pak si të vuajtur le të themi, ose të paktën këtë shije me la mua sepse kërkonin shumë muhabet, që është diçka shumë pozitive, nuk po mundohem le të themi që t'ja rëndësi vetes apo vëmendje vetes as pak, thjesht më la një farë shije, domethënë sikur nuk ishte mjaftueshëm shqiptar atje për të folur me ata, ose sikur ata në përditshmërinë e tyre nuk ndjeshin aq komod, domethënë të qëndronin besnik kulturës së tyre. Edhe ditën tjetër që pa në rrugë, domethënë ndaloi, zbriti nga motori, përshëndetje etj. Unë akoma nuk e di emrin asnjërit as tjetrit, domethënë, por që për 3 ditë që kishte të bëja me ta, ja kaluam vërtet shumë mirë, domethënë, edhe u bëm miq, ashtu si ashtu u bëm. Ashtu si ashtu thash, kotësh, që na merret goja. Nëse këto përsa i përket eksperiencave njerëzore miq, po çfarë më ka bërë përshtypje duhet të filloj pak me gjërat që në krahasim me Shqipërinë janë deri diku pozitive, pastaj të kalojmë te negativet në fund.
Ajo çfarë më bëri përshtypje shumë mua ishte se rrugët e Korfuzit, domethënë kur del nga qyteti që Korfu Town që thonë ata, ishin domethënë nuk e di, një farë lloj kështu si ato lagjet e brendshme të Tiranës, e kupton, të hapura, të shqyera me gropa, me ato hapjet klasike që me sa duket nuk ndodh kanë vetëm në Shqipëri, që bëhet rruga një herë dhe pastaj hapet prapë për të futur tubi apo teli apo interneti apo etj, domethënë, kështu që okay, nuk qëngemi vetëm ne me të njëjtat probleme, domethënë. Nuk është kjo për të gëzuar, por që thjesht të mban pak me këmbë në tokë. Edhe kishte një problem jashtëzakonisht shumë të madhe me plerat në Greqi, sidomos ose në Korfuz në këtë rast, sidomos në për cepat e rrugëve, në vende domethënë ku njerëzit kalojnë, po jo domosdoshmërisht ka diçka kështu në pjesë parkingu ku ishte domethënë kishte një cep gjithmonë që ishte plot me plera. Kjo ishte diçka që të thoshte të vinte të mendoje që plak po keni gjithë gjë të bukur, e kupton, emrin e keni, pse nuk e shfrytëzoni, pse nuk e mbani mirë etj. Ato trotuaret ose tortuaret se mbaj mend si është fiks, ishin pothuajse në 40% ose mbasi gjysmën e tyre të prishura, do kanale drenazhi kështu tamam si kanale bujqësie tokash në Shqipëri, domethënë infrastruktura ishte cop shtylla korrendi me 100.000 tela, kanalizimet ishin pothuajse inekzistente dhe unë kuptoj që është ishull dhe është pak e vështirë domethënë, por që të gjitha funksiononin atje, sidomos në Shëngjergj, në jug ishte Shëngjergj i them, sa bukur e olla atë. Agios Jorgos, po në shqip ashtu përkthehet Shëngjergj. Ishte 99.99% funksiononte me gropa septike, që normalisht zbrazeshin për një herë në aq vite kur mbledheshin ato për 100 ca euro ku dëgjon, dhe materiali septik pastaj transportohet në një vend ku bëhet edhe riciklimi që e përdorin ata për gjërat e tjera, që në princip është diçka e mirë domethënë, po duke parë se sa fluks turistësh ata kanë, do mendoje që do kishte lek mjaftueshëm për të bërë një kanalizim të mirëfillt, të paktën që mos kishte secili grop septike, po të ishte një grop për një lagje ose për një qytet apo për një fshat. Por që me sa duket nuk është kjo gjëja. Po se harrova diçka më përpara, domethënë problemi që kemi ne në Shqipëri që s'ka më të rinj është një problem që ishte në Korfuz. Me gjithë ata që fola është plak s'ka ngelur më njeri, kanë ikur të gjithë, edhe është shumë e vështirë, ata bile kishin punëtor kështu anglez, gjerman, zvicerian që vinin punonin për pushime, domethënë se bënin edhe pushimet edhe punonin nxjerrin ai lek pavarësisht se nuk krahasohet asnjëherë me pagat që mund të marrin, po atyre i dilte mirë. All in all, domethënë, edhe tha që vetëm mënyrë që ka pasur këto vitet e fundit është që t'i paguajmë 60% të rrogës edhe gjatë muajve jashtë sezonal, por edhe me atë lloj metode domethënë nuk po funksionon më sepse të gjithë janë duke kërkuar diçka më shumë. Kështu që me sa duket jugu i Europës ka të njëjtin kancer shoqëror prezent për sa i përket kësaj pjese. Shtëpita abandonuara pafund, kështu gërmadha, duke rënë etj, si puna e Tiranës me ato trotuare që janë kështu 10 pont, domethënë që një këmbë të plot nuk e vë dot. Gjëra Ballkani me sa duket. Kurse për të folur të vërtetën pastaj, ato të vërtetën e hidhur që neve nuk na pëlqejnë, që pse ne nuk jemi atje ku është Greqia dhe pse Greqia është më përpara, ishte se në një pjesë të mirë atje ishte plazhi ose zona për të vajtur në det ishte publike. Po flasim për mbi 85% që ishte publike. Jo vetëm kaq, por edhe restorantet, baret, cocktail bare, këto çfarë do lloj gjëje që mund të ishin anë në ujë, domethënë një pjesë shumë e madhe e tyre mund të kishin, le të themi ku dëgjon, diku tek 10 shezllona, qameti, se as 10 nuk kishin, se vetëm ato që ishin kështu all inclusive të mëdhaja, domethënë kishin rreshta siç e kemi ne në Shqipëri. Por bukuria atje ishte, miq të dashur, se nuk të kërkonte njëri 10 euro apo 15 euro dhe pastaj të detyrohet të konsumoja atje, por për këto baret për shembull mjafton të vije të pije kafen, edhe nëse kishte shezllon të lirë mund të shkoje të ulesh në shezllon direkt dhe nuk të
vinte njëri kushtet e tjera. Normalisht zona me pagesë ishin ato zona domethënë kryesisht siç i kemi ne në ku dijon 80% 90% të bregut shqiptar ku janë pothuajse të mirëmbajtura me rregull, shezllona domethënë edhe çadrat janë në një skemë, në një rasta, pavarësisht se nuk janë asnjëra qafër se sa ishin në Shqipëri, e kupton? Por që gjithsesi, kur shiko, do të kuptoni faktin që unë kur flas për Shqipëri, flas për pjesën e Dhërmiut, Himarës, edhe këto rreth e qark, domethënë, sepse aty isha nuk kam qenë në vend tjetër për një kohë të gjatë. Edhe ajo bënte një ndryshim shumë të madh, domethënë ishte kolosale. Këto resortet që ishin all inclusive për shembull kishin pothuajse aq vend sa ka një bar apo restorant në Dhërmi, domethënë. Edhe prap ishte included atje. Kështu që këto janë domethënë praktika jashtëzakonisht shumë të mira, domethënë se ata paguajnë taksë. Të gjitha këto baret edhe kafet edhe mëngjesore domethënë të gjithë paguajnë taksë siç paguhet në Shqipëri. Por që nuk e shfrytëzojnë në mënyrë aq makabre. Mbase kjo është diçka që ne mund ta mësojmë nga ata. Mbase nuk është aq mirë të jemi aq grypsa, të pangohur. E ke parasysh mbase këtë duhet të bëj. Nëse ti ke një restorant, një bar në Shqipëri dhe ofron një shërbim të caktuar, klienti duhet të ketë le të themi hyrje falas në pjesën tënde. Se ne duam të marrim nga të gjitha anët o vllai dashur. Ne duam që edhe shezllonin ta paguaj ai, edhe drekën ta paguaj, edhe birat i paguaj, edhe uji nuk lejohet të marrë nga jashtë, këto s'lejohen termosat, armiku vdekje prurës, është kriptoniti i biznesmenëve shqiptar në Bregdet, është termosi domethënë. Kjo është thjesht e trisht o miq. Kjo është thjesht e trisht. Nuk bën robi gjëra të tilla. Duke u nisur nga ato që thash më përpara tash. Nuk kanë më asnjë gjë më shumë nga ne nuk kanë apo. Okej, kanë ata eksperiencën ndër vite domethënë, po edhe ne do e marrim. Po duhet jemi të hapur ama. Duhet jemi të aftë, domethënë të mbledhim informacion, ta përtypim mirë dhe ta përdorim atje ku na duhet. Nuk mund të vazhdohet kështu. Nuk mund të vazhdohet kështu sepse është gjunah, e kupton? Unë flas domethënë në vijën projektare mund të ketë qenë diku tek 500-600 metra nga njëra anë, ishte 1 kilometër e gjysmë nga ana tjetër. Miq ishin literalisht dy vende, secili me 60 metra gjerësi që kishin shezllona me lekë, kupton? Çdo gjë tjetër vëlla merre çadrën, bëj çfarë duash, plas kokën, se intereson njeriu fare. Do të blej një bir, kishin një kapanon të vogël atje në krye, pa vajtur te rruga, edhe ishte mregull, e kupton? Edhe çmimet si në Shqipëri, se kjo është më katastrofa më e madhe, që çmimet janë si në Shqipëri. Ku rrogat nuk janë si në Shqipëri, si pavarësisht se janë goxha më të ulta nga Gjermania apo etj, prap janë më të lartë se sa Shqipëria. Prap ka një farë lloj mirëqenie më të madhe se sa Shqipëria. Ne këto gjëra duhet i pranojmë, nuk ka asnjë lloj problemi. Duke i pranuar mund të shikojmë të vërtetën për çfarë është. Do ta marrim jetën çik më pak seriozisht, por e kupton. Se do thoni ju o plak, po ti se di se si është biznesi, se di sa e vështirë që është etj. E para fare nëse se ke planin e pastër, domethënë nëse se ke menduar mirë se çfarë do bësh, mbase nuk e meriton fare, domethënë të hapësh ato biznes, mbase është gjë e gabuar për ty. Se çmimi duhet të jetë deri diku afër edhe me të gjitha ato që ti hedh, e kupton, me kostot, me cilësinë, me shërbimin. Por në Shqipëri është, le të themi, në pjesën ka vende të bukura pa fund, diskutohet, ka vende të mira pa fund, ka vende me shërbim pa fund, po është pjesë më e madhe ato vende ku të gjitha ato relacione mes të gjithave variableve të ndryshme nuk bëjnë sens. Po është tragjedi më miq. Po është tragjedi se vendi është i bukur. Na duhet pak modesti, mendoj unë. Na duhet pak modesti, okay, jemi çfarë jemi, mbase mund të jemi më të mirët, mbase mund të jemi më të zgjuar etj, por veprimet tona fatkeqësisht nuk e tregojnë këtë. Edhe nëse ne jemi njerëzit e zgjedhur, Izraeli i ri ose njerëzit e parë, Pellazg apo etj, kupton? Veprimet tona, po të jemi të sinqertë me veten, veprimet tona fatkeqësisht tregojnë një gjë komplet të kundërt, tregojnë një ignorancë totale, por si një fëmijë i pa formuar, i pa rritur nga prindër, që nuk ka asnjë lloj kodi moral, asnjë lloj busulle morali, si biznesi dhe ashtu dhe sociale, e kupton? Kështu që
me shpresën e madhe dhe që më buron nga zemra që mbase do dëgjoj dikush që është në mëdyshje se si të ecë me biznesin e tij, mbase plak duhet ta mendosh edhe një herë. Ë? Mbase duhet ta bluash mirë në kokën tënde, edhe shpresoj që të zgjedhësh diçka që është benefite në mënyrë afatgjate dhe jo fitimi më i madh në kohën më të shkurtër, por diçka që do të siguroj jetën në qoftë se ken aftësinë për ta bërë, vullnetin për ta bërë, dëshirën për të ecur përpara, dhe le të themi larg pamësinë për të kuptuar se gjërat që vijnë tani dhe vetëm tani nuk zgjasin dhe ndonjëherë ikin edhe shkatërrohen më shpejt se sa u ndërtuan. Ju luaj në këtë notë miqtë mi të dashur, ne bashk do të dëgjohemi herën tjetër. Ja kalofshi bukur, pini ujë se është vap. Bëni like, subscribe dhe comment në Buçi Podcast për çfarë lloj gjëje që mendoni juve. Kush ka dëshirë mund të bëjë donacione në çdo lloj platforme që kemi vënë, domethënë në linket ose në description, si në përshkrimin e episodeve. Ose mund të bëni dhe pjesë e Patreonit të Buçi Podcast, mund të bëni babuç, është grada kryesore, ose sponsor nëse dikush ka dëshirë të bëj pak reklam tek Buçi. Deri herën tjetër, ju përqafoj, ja kalofshi super bukur. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.